Tani po fillon sezoni, pas ka sjell Ferrari, Lamborghini, Artioni këtu. Artion, për t'i përdori ke këto? Patjetër për të përdorur. Mendoj që është risi e këtij viti këtu. Ja ti shofësh. Unë thash se ishin Ferrari të parkume, thash ç'ne që kanë dalë. Tani do ju tregoj pak, po dal me Artionin poshtë, tregoj pak si duket para përgatitjet. Në fakt duhet kishe nisur. Po s'fonale edhe koha bën. Po kjo kohë shumë e keqe, në fakt sot pas ka pak det. O sa bukur që nga bërë zona. Edhe deti, përfundimisht det si ky nuk keni nga do që të shkoni. Sa po unë nis një skaf tash prapë me 3 hollandez huaj. 3 hollandez, ku shkonin? Do dolën gjithë Karaburonin, të vizitojnë. Me skaf? Po, me skaf. Nuk ishte. Nuk është çik det? Jo, 1.5 ballë është. Si sa bukur që kjo zona këtu, çfarë është ky? Beach bar. Po. Edhe dua të them diçka atyre që thonë po prishin palasën me ndërtime se prishin gjelbrimin. Sa lek shpenzohet tu për gjelbrim. E di, ja po shoh. Po investohet këtu nga të gjithë, dhe privatët dhe bizneset dhe të gjithë, edhe shtëpitë. Sa po investojmë për gjelbrim, me thonë drejtën, nuk ka pas palasa ndonjëherë ka gjelbrim. Ja dhe tjetri, ky, se mos sa bukur që e ka. Tu qenë ka Anazari. Ama akoma si kanë nxjerrë shezllonet. Shezllonet janë akoma këtu pjesën e mbrapme. Është rreshti i fundit. Është rreshti i fundit. Rreshti i parë më saktë. Këtë nga ne. Se kanë nxjerrë akoma. Po se nxjerrim akoma sepse do vinë edhe pak herë dallë këtë deri. Ja dhe Nazari. Shohim të pjesën tjetër. Kjo është të ecësh në det në prag punimesh. Ja dhe vinçat që nga këtej, dhe vinçat janë punë. Po sa bukur Nazari. Mendoj që këtë fundjavë janë 100% të gjithë bizneset janë gati. Po është e hapur koha? Po. Do ketë pak rreshje, hapet nuk është stabil akoma. Me sa duket ato parashikimet kanë dalë që vjen direkt nga dimri do vi vera. Nuk ne kemi pranë. Nga dimri direkt ver, po. Shqimë sa bukur këtu mu. Kjo kush është? Po, Tiki. Tiki shi sa bukur deti. Çfarë mrekullie. Shif çfarë kryevepre edhe këtu po punon. Fantastike. U çon kokën. Op, tani jemi fut te Tiki. Bukur e pas kanë bo këtë Artion. Shumë bukur që kjo edhe vjet. Ti ke shtu sportet këtë vit? Po kemi shtuar më shumë këto ringot e tjera, më shumë se kanë pasur kërkesë. Kemi shtuar makinat. Pastaj do ju tregoj një çik makinat i ka shtuar. Ajo është një gjë që kisha 2 vjet që e mendoja. Si jeni? Si kalut? Jo, shoh, dhe unë prandaj erdha me pam punë sipër gjën. Si kalove? Mirë. O sa bukur këtu. Këtu është atmosferë kubaneze. T'ju çoj deri te deti ta shihni çfarë mrekullie është. Artion, sa beach bare janë? Po, me sa di unë janë 10. Ecim kështu pastaj nga pjesa përpara. Ua, çfarë pam. Janë bukur se kanë krijuar personalitetin e vet disa. Po e shoh se cili është ndryshe nga tjetri. Të vetën. Ua, sa bukur. A janë këto 2 radhët e para këtu që nuk janë, a? Radhët e para që nuk janë shtuar. Sepse fjen deti akoma. Do marri prap gurët e vet. Sa bukur. Dhe vjen me brezin e vet deti, me gurët e vet që ka sjellë gjatë. Çfarë kryevepre. Ja do rikthej. Po ti shohësh. Pas ka dhe plazhist. Janë 2 të Nazari, po kanë filluar të huaj kanë. Të huaj, a? Po, fale edhe hotelit të në galeri, sepse po shohë që ka pasur dhe rezervime, po ka pasur edhe kërkesa për sportet nga pushuesit atje. Tani atje në fund të shkoj unë me Artionin deri te Delta për të parë çka ka. Artion, si duken këto syzet e metës? Ishin të mrekullueshme. Ishin të mrekullueshme. Ashtu çudita me thon drejtën. Sepse kishin një cilësi perfekte. Janë spektakle dhe zërin e marrin mirë që jemi pa mikrofon tani. Shiheni çfarë mrekullie është. Jo a thash edhe një herë, nuk gjen vend më të bukur se ky. Thoni çfarë doni. Ecim te një herë. Edhe këto gocat po lukan volejboll. Këte i kam bet një zonë që mund të vish akoma, ha? Sa e bukur është atje në fund. Duhet jenë të huaja kam përshtypjen.
Më thej që ka më shumë të huaj? Po, tash këto ditë e javës, Po? ka pasur të huaj që kemi komuniku. Dhe i kemi më shumë në bazë të booking, edhe kërkesa e dikantë. Po, të huaj janë. Po, edhe aktivitetet. Çfarë perle shive. Ama det si këtu tek pjesa e deltës është deti më turkuaz që mund gjesh. Italianët e quajnë Celeste di Palasa. E kaltër e palasës. Nga fluturimi nga lartë vjen të duken ngjyrat dhe hartat që krijon. Tani nga lart duhet jenë mrekulli, ë? Do mrekullueshme dje ishin të huaj pilot që po fluturonin. Po. Dhe kishin vetëm story që kanë bërë të ndryshme. Një marketing shumë i mirë për ne. Vetëm me storit. Po, vetëm me storyt edhe janë individ njerëz të cilët vinë vetëm for fun. E di. Atje do shkojmë ta shohim si duket. Shi si duket kjo si sipërfaqe surreale. Komplet. Atje është Grand Hayati që po ndërtohet. Këtu është palasa sipër fshati. Edhe po shkojmë te hunda e deltës. Kjo është e gjitha delta, gjithë kjo zonë këtu. Vjen ujë në njerë Artion këtu? Po, me ta mbajnë njerë në përtreshin. 93-shin. Po, Para 33 vjetë, shumë? ka ardhur te ura palasit mbi ujë. Pra e gjithë kjo sipërfaqe këtu me gur që shihni, kur fillon dhe vjen proj, mund vi dhe njerë në 100 vjet, po kur vjen merr me vete çdo gjë. Po të kemi çore dhe çike që janë shumë të pisura dhe marrin shumë. Ja ku janë. Janë poshtë reve dhe maja qorres dhe maja çikës. Të dyja janë nën re. Po ndërkohë koha është ngrohur blen, nuk është me borë që Po. vinte vite. Dhe pastaj kur shkrinte, krijon dhe raketin i vakt. Po gjithsesi asnjëherë nuk i dihet. Jo, asnjëherë nuk i dihet. Me ujin derisa ka rrugën e tij mos i dil përpara. Nuk e pengon dot, thjesht mund ta ndihmosh ta devijosh por ta pengu. Nuk e pengon dot. Nuk e pengon dot. Edhe atje pas ka njerëz. Zakonisht janë njerëz që duan shumë privacy atë atje. Vetëm aromën, që vetëm ato nuk e transmetojmë dot, aromën e detit. Aromën e detit se transmetojnë dot thotë Artioni, po ta ndjeni çfarë arome është. Është mrekullues. Është e papar. Domethënë kjo është zgjergjeria tamam e. Është spektakël. Ky është shezlloni më i bukur i jugut të Shqipërisë. Është poshtë pemës. Tani ta kthej edhe këtë, shifeni. Shezlloni është nën pemë, në hije, edhe rreth e rrotëdhja shezlloni dhe shifeni se çfarë pamje spektakolare ka. Atje është Artioni. Shif çfarë mrekullie. Perl. Jemi duke ecë, buz. As kemi ku shkojmë tutje. Këtu kanë rënë bunkeret ndet. Bunkeri ndet.